shkollën Jovan Siovic, kryesuesi i klasës së votimit, ka ndërprerë procesin e votimit për një qytetar, pasi që ai dyshohet se kishte fotografuar flet votimin. Sipas kryesuesit të qendrës, i njëjti që kur ka hyrë në klasë ka pasur sjellje provokuese. Pas fotografimit, i njëjti dyshohet se edhe ka fshirë pra fotografimin pra flet votimin. Në këtë klasë ka intervenuar edhe policia e Kosovës, ku më pas kanë verifikuar nëse fotografia është ende në telefonin pra të qytetarit, por ka dalur që fotografia është fshirë. Dhe i njëjti është larguar nga qendra e votimit në udhëheqjen e policisë, por nuk është dërguar në stacionin policor, pasi që nuk është konstatuar ndonjë shkelje. E kemi vetëm këtë parregullsi në komunën e Zubin Potokut. Ishim atje dhe pam edhe nga afër, i gjithë procesi shkonte shumë mirë, përveç kësaj, më shumë votues kishte nga komuniteti serb dhe ka qenë nga kjo lidhje direkte.